Pas shumë spekulimeve dhe thashëthemeve në rrjetet sociale, reperi i njohur Stresi dhe ish partnerja e tij Casey kanë konfirmuar zyrtarisht ribashkimin e tyre si çift. Lajmin e bën publik përmes një fotosesioni ekskluziv dhe dyshja shfaqen të afërt, të qeshur dhe të përkushtuar ndaj njëri tjetrit. Në intervistën e ndjer, çifti rrëfeu se një shans i dytë dhe reflektim personal i ka bërë ata të kuptojnë vlerën që kanë për njëri tjetrin. Ky ribashkim shënon një moment të rëndësishëm për ata, pasi pas një periudhe të gjatë ndarjeje, ata tani dëshirojnë të fillojnë një kapitull të ri bashk. Në një prej postimeve të ndara në Insta Story, Stresi shprehu emocionet e tij me një mesazh që prek zemrat. Gjithmonë kam menduar se nuk ka më shpresë kur dy njerëz që kanë qenë shumë të dashuruar ndahen dhe kalojnë vite pa u parë, por ndonjëherë mjafton një moment dhe gjithçka ndryshon. Respektojeni partnerin tuaj, duajeni me sinqeritet dhe mos e ulni kurrë, as gjatë lidhjes e as pas ndarjes. Lini gjithmonë një derë të hapur, sepse kurrë nuk i dihet, përfundon këngëtari. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.